Me 26 shkurt të vitit 1931, një tren ekspres u nis nga stacioni jugor i Vjenës, duke mbartur një peshë që do të trondiste themelet e shtetit shqiptar. Brenda atij vagoni nuk ishte mallra apo udhëtar të zakonshëm. Aty pushonte trupi i pajet i majorit Lesh Topallaj, njeriut që u shndërrua në një mburoj njerëzore për mbretin e tij. Plumbat që ishin destinuar për Ahmet Zogun gjatë sulmit në Vjenë, gjetën gjoksin e bashkpunëtorit të tij besnik, duke e lënë atë sakrificë të asaj goditjeje tradhtare. Ky rrëfim nuk është thjesht një raportim historik, por një udhëtim në dokumente që dëshmojnë rrugtimin e fundit të një heroi që mbrojti me jetë mbretin e tij. Për të kuptuar peshën e kësaj ngjarjeje, duhet të shohim mesazhet zyrtare të kohës, të cilat regjistruan çdo sekond të kësaj zije kombëtare. Pas ditën e asaj të mërkure në Vjenë, arkivoli u zbukurua me një kuror të madhe dafinash nga vetë mbreti Zog, e shoqëruar nga nderimet e ministrit Libohova, asistentit Zef Sereqi dhe doktor Bashos. Trupi filloi udhëtimin drejt të dheut nën shoqërimin e doktor Gjergj Pekmezit, i cili përfaqësonte qeverinë shqiptare në këtë mision të fundit solemn. Një detaj i jashtëzakonshëm është prania e një delegacioni oficerësh austriak. Këta burra, që kishin luftuar në Shqipëri gjatë luftës së madhe, u rreshtuan për të nderuar majorin shqiptar, duke treguar një lidhje të fortë historike mes dy vendeve. Kur arkivoli mbërriti në barit të Italisë, omazhet morën për masa madhështore. Trupi i majorit u vendos mbi një shtrat topi, i mbështjell me flamurin kuqezi, ndërsa ushtria dhe i gjithë populli vendas u përulën përpara tij. Në 5 mars, në orën 7 të mëngjesit, Ania Strato Stefani preku ujërat e portit të Durrësit, portës kryesore të shtetit shqiptar. Ky qytet ishte veshur tashmë në zi të plot. Tregu ishte mbyllur dhe flamujt u ulën në gjysmështiz në çdo godim. Në një skenë mjaft prekse, në krye të rrugës po priste nëna mbretëresh, e cila doli vetë për të pritur arkivolin e ushtarakut që ajo e quante Trim dhe Besnik. Pas homazheve në qendrat kryesore, trupi i majorit nisi rrugtimin e tij të fundit drejt veriut. Ai u varros me nderime të larta në qytetin e tij të lindjes, në Shkodër. Busti i tij në këtë qytet qëndronte si një dëshmi e gjallë e një njeriu që e mbajti fjalën e dhënë deri në frymën e fundit. Udhëtimi i majorit Lesh Topallaj, nga stacionet e ftohta të Vjenës deri në qetësinë e tokës në Shkodër, mbetet një nga pjesët më prekse të historisë sonë. Dokumentet që shohim sot na kujtojnë se pas çdo letre të thjeshtë fshihet një histori besnikërie që nuk mund të zbehet nga koha, duke lënë pas një trashëgimi që flet më shumë se çdo fjalim zyrtar.